Të nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha, erdhi momenti jemi sërish së bashku në një ditë tjetër nga muaji i begat i Ramazanit, duke u lutur, duke shpresuar për gjithë secilin prej jush që këto ditë që kanë kaluar të kenë qenë ditë begata, ditë të mbara për ju dhe adhurime të pranuara. Ju ftoj që sot të qëndrojmë me një hoxh, me një profesor të njohur, mik të këtij emisioni, hoxhin e nderuar Sabaudin Ashari, profesor Mirësevin. Mirësevgjeta. Profesor, ne do të flasim sot për Kuranin, si një libër të cilin në muajin e Ramazanit muslimanët e lexojnë me intensitet më të lartë, sepse kuptohet dhe dihet që çdo lexim sure ka shpërblim, madje çdo gërm ka shpërblim të veçantë. Po Kurani mbi të gjitha ka zbritur për t'u folur njerëzve, për t'i komunikuar porosi të veçanta. Dhe boshti kryesor, tema kryesore e Kuranit është besimi në Zot, pra në një mënyrë njëshmëria, apo siç njihet në terminologjinë islame tauhidi. Sa e rëndësishme është njëshmëria e Zotit si bosh kuranor. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Fillojmë me Allahut mëshirës mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në gjykimin. Domosdoshmërisht tauhidi duhet të ishte boshti i Kuranit edhe boshti i Islamit, sepse e para është burimi i gjithë kuptimit dhe nga ky kuptim pastaj merr kuptim dhe vlerë gjithçka tjetër. Pra, duke njohur Zotin, Allahun e mëndshëm si Zot të vetëm, krijuesin e gjithësisë, Rabbul Alamin, Zoti i gjithë botrave, mëshiruesi mëshirëplotit, sundimtari i ditës së gjykimit. Duke njohur Zotin si furnizues pafund, përcaktuesi i të ardhmes tonë, duke njohur Zotin si të dijshëm pafund. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Allahu mëndshëm din gjithçka. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Allahu mëndshëm din çka zbret nga qielli dhe çka ngjitet në qiell dhe çka del nga toka dhe çka hyn në të. Duke njohur Zotin si shpikësi pafund, krijuesi pafund. Inma amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Çështja e Zotit kur do të bëjë diçka i thot bëju dhe bëhet. Duke njohur Zotin të tillë, natyrshëm ne ka gjejm kuptimin. Dhe Allahu mëndshëm ka prezantuar veten e tij me ato cilësi dhe atribute që na hyn në punë, jo se Allahu mëndshëm ka nevojë për prezantim. Pra për ta thënë më thjesht, Allahu mëndshëm ka bërë tauhidin, këtë fjalë të madhe, la ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër veç Allahut mëndshëm që meriton të adhurohet, jo se ka nevojë të prezantohet. Allahu mëndshëm i vetë madhruar. Por është rruga jone vetme, na e ka dhënë si rrugë të vetme për të gjetë kuptimin tonë. Sa më shumë ne kuptojmë fjalën la ilaha illallah, aq më shumë ne kuptojmë edhe veten tonë. Pra besimi bëhet konkret në një farë mënyrë. Pra nuk është një besim abstrakt ku nuk e dim, pra është një Zot, por nuk dim atribute, nuk dim cilësi, pa ndërveprojmë dhe me atributet e tij. Pra ndërveprojmë atë që ai është shëruesi, ai është ndihmuesi, ai është lehtësuesi, pra në një farë mënyrë japim përgjigje vetes dhe situatave ku ndodhemi. Padyshim. Pra me fjalë, sa më shumë ne japim përgjigje pyetjes se kush është Zoti, dhe s'mund të japim përgjigje vetëm se nëpërmjet fjalës la ilaha illallah që ngërthejnë gjithë ato cilësi dhe atribute të Allahut mëndshëm. Pra Allahu mëndon ne themi se Zoti është i vetëm, Allahu është i vetëm sepse gëzon ato cilësi dhe atribute që si ka askërkush. Allahu mëndshëm është krijuesi i botrave dhe askërkush nuk është krijues. Dhe gjithçka tjetër veç tij është krijues. Allahu mëndshëm është furnizuesi dhe askërkush nuk është furnizues. Gjithçka tjetër veç Zotit është i furnizuar prej tij. Pra gjithçka tjetër veç Zotit është risk dhe furnizim për Allahut mëndshëm. Allahu mëndshëm është i dijshëm. Dhe çdo kush që ka dije ka prej dijes Zotit. Që do thotë tash? Pra për të kap thelbin për të dalë në fund, sa më shumë ne njohim Zotin me cilësitë dhe atributet e tij, pra sa më shumë ne kuptojmë dimensionin e gjithëpërfshirëse të fjalës la ilaha illallah dhe s'mund të kuptojmë vetëm se duke e njohur Zotin me emrat dhe cilësitë e tij që na ka njoftuar në librin e tij dhe të cilat ne i gjejmë të prekshme, të konkretizuara në jetën tonë të përditshme dhe në gjithçka që na rrethon dhe në botën që na rrethon, botën e prekshme, kozmosi, vetja jon, ngjarjet, historia, të gjitha këtu ne i gjejmë të reflektuara cilësitë dhe atributet e Allahut. Sa më shumë ne njihemi me Zotin, aq më shumë gjejmë edhe kuptimin e vetes. Po gjejmë kuptimin e vetes jo vetëm si qenie, se kush jam unë, edhe pse kjo është përgjigjja më madhore që ne gjejmë. Por gjejmë edhe shpjegimin e gjithçkaje që ka të bëjë me ne, të shkuarën tonë, të ardhmen tonë, të tashmen tonë, ngjarjet që ndodhin rreth nesh, kaderi, pse për shkak kaderi është bërë një nga shtyllat e imanit, sepse ka të bëjë me të shkuarën edhe me të ardhmen tonë, edhe me të tashmen tonë. Pra shumë njerëz sot pse vuajnë, sepse s'din të shpjegojnë shkuarën e tyre dhe rrin peng dhe sklavi shkuarës së tyre dhe s'din të gjejnë forcë me u shkput nga shkuara e tyre dhe njëkohësisht me kanë frikë nga ardhmja e tyre. Kurse kur e njohim në Allahun e Madhërisht, El Alim El Qadir,
i dishmi dhe i fuqishmi pafund, bukur dhe është ai që ka përcaktuar gjithçka dhe din gjithçka, dhe gjithçka që e ka përcaktuar me urtësi dhe në dobi të njeriu për dunjan e tij dhe ahiretin e tij, ti zemra jote qetëso, domethënë ti jep shpjegime dhe i vetes tënde edhe jetës. Pse për shembull Allahu mëndushëm pasi na ka shpjeguar se kush është ai, ne na ka thënë ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kush mund ta di krijesën më mirë se sa që e ka krijuar dhe ai është latif, i dishëm për gjithçka dhe për gjërat më të vogla, khabiri i gjithënjoftuar. Apo në mënyrë eksplicite ka thënë për njeriu, "Wa ma khalaqtul jinna", shihë, "Wa ma khalaqtu", nuk thotë "Wa ma khuliqa", nuk është krijuar njeriu, nuk e kam krijuar unë njeriu. Unë, që do thotë në mënyrë të drejtë për drejtë, apo të tërë thotë na thotë Allahu mëndueshëm. Unë, që kam këto cilësi dhe atribute, që jam i vetmi Zot dhe nuk ka Zot tjetër veç meje, unë jam ai që ta kam dhënë këtë kuptim. Nuk kam krijuar gjindet dhe njerëzit përveç se për të më adhuruar mua. Pra me fjalë, adhurimi është bërë obligim për Allahut mëndueshëm. Për ne, që ne t'i japim kuptim vetes tonë nëpërmjet këtij adhurimit të Allahut mëndueshëm. Pra Allahu mëndueshëm na thot ne, kuptimin e merrni prej meje, po edhe rruga se si do t'i jepni kuptim vetes është prapë prej meje. Prandaj me fjalë që ta përmbyll, sa më shumë edhe një herë. Pra e bëra këtë hyrje sepse ka një rëndësi shumë të veçantë. Në shumë raste ne themi la ilaha illallah, por harojmë se gjëja më e rëndësishme që kuptojmë nga fjala la ilaha illallah është kuptimi i vetes. Kuptimi i jetës, kuptimi i dunjas, kuptimi i ahiretit, kuptimi i ngjarjeve, kuptimi i gabimeve, kuptimi i tobës, kuptimi i familjes, kuptimi i vlerave, kuptimi i moralit, kuptimi i të vërtetës. Gjithçka buron nga fjala la ilaha illallah. Bukur pranë edhe Musa alayhis salam, kur i tha Allahu mëndueshëm Musa, me kur i tha Musa Allahu mëndueshëm alayhis salam, Allahu mëndueshëm, ma thuaj një fjalë ose ma thuaj një punë që ta bëj unë mos e bëj askush tjetër. Tha thuaj la ilaha illallah. Tha Allah, po tha la ilaha illallah thon gjithë. Tha o Musa, thuaj la ilaha illallah. Sepse qetet e toka, është hadith madhështor, qetet e toka dhe gjithçka ata. Po të vendoset në një rand peshore. Fjala la ilaha illallah në anën tjetër, fjala la ilaha illallah është më e rëndë. Fjala la ilaha illallah është më e rëndë. Pse? Sepse aslan qetet e toka janë fryt i fjalës la ilaha illallah, po janë fryt pra si fryt i faktit se Allahu mëndueshëm krijuesi gjithçka dhe askërkush nuk krijon veç ti. Pra janë fryt i kësaj, pra fryt i vahdaniyet Allah, i njëshmërisë Zotit. Por edhe kuptimi i botrave vjen nga fjala la ilaha illallah. Pra nëse e njohim Zotin si absolut edhe si njohësi i çdo detaj i on, pastaj nuk kemi nevojë për të shkuar tek vende ku ka besytni apo për të mbajtur po themi gjëra që na largojnë të keqen apo na sjellin fat, siç janë veroret apo janë gurët e fatit apo shenjat e ndryshme. Unë kam pyet veten time Leon. Përshërohesh nga supersticioni dhe nga besytnit. Po s'ka kuptim, ty është një absurditet i madh. Pse? Se një nga pyetjet që i kam bërë vetes time në fillesat e kërkimit të dijes. Si ka mundësi që Allahu mëndueshëm të shkon kaq rënd robën për shkak të shirkut? Për idhujtarin. Për idhujtarin. Si ka mundësi që të shkon kaq rënd? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu mëndueshëm nuk e fal atë që ka vdek duke i bërë shok Zotit. Por gjithçka tjetër veç shokvuri se fal. Pra kush ka vdek me i grimci iman, pa i bërë shok Zotit, Allahu mëndueshëm po do e fal edhe e fal. Pasi nëse ka vendosur me ndëshku në xhenem, për shkak të mëkateve në fund e fal. Përveç atë që ka vdek duke i bërë shok Zotit. Pse? Si ka mundësi me? Fund ka bërë shok Zotit. Ai që i ka bërë shok Zotit, do thotë me fjalë që ka bërë këtë mohim të madh, ka mohu këtë të vërtet kaq të madhe, bukur, me fjalë pra, përfitoi atë që shpjeguam deri tash ne. Pra ka mohu Allahun, po ka mohu edhe kuptimin e gjithçkaje. E ka këmbyer me diçka të rëndom, banale. Ka humbur kuptimsinë e gjithçkaje dhe ka bërë një humbje shumë të madhe. Domethënë ka humbur me fjalë lidhet me Zotin, ka humbur lidhet me botën. Pra çdo thotë bësh shirk, do thotë me fjalë mos dish, ti japish kuptim jetës, ku japësh kuptim vetes, ti japësh kuptim botës. Por i dhoj, kujdes. Ku çon mos kuptimi i drejtë i vetes, i jetës dhe i botës? Në ndërtimi jo të saktë të marrëdhënieve me veten, me jetën, me botën. Por i dhoj, katastrofat që shkakton shirku, nuk është çështë kështu shirku, është shirku i zgjedhje personale. Shirku ashtu siç fjala la ilaha illallah rrezaton në çdo qelistë të ekzistencës dhe të jetës, sepse Allahu është Zoti i gjithçkaje. Tamam? Unë e besoj Zotin të tillë dhe njoh të tillë. Por i dhoj gjet edhe kuptimin e vetes, të botës dhe të jetës. Por i dhoj kush është fryti i tauhidit? Ndërtimi i marrëdhënieve me veten, me jetën, me botën mbi bazë të tauhidit. Konkluzioni, rezultati, fruti kush do jetë? Dritë, lumturi, harmoni, paqe, bukur gëzim, bukur kuptimsi madhore, dritë dhe udhëzim në dynja, kënaqësi e Zotit botë tjetër. Po jo vetëm për vete. Ata që ngrenë sistemin e tauhidit në faqe të dhëut, çfarë duhet kuptojnë? Ata që ngrenë sistemin e tauhidit në faqe të pranoj duhet pas parasysh kjo zinxhir kuptimsor. Unë e marr kuptim Zoti është i vetëm, bukur, na ka prezantuar vetëm top pse, se ka nevojë, Zoti s'ka nevojë më të prezantojë. Po e ka bërë për ne.
Edhe duke kriju botën me perfekcion, e ka prezantuar veten e tij për të na thënë nga vjen bota dhe ti, dhe e dyta për të kuptuar pse jemi ne dhe jeta dhe bota, por rrjedhoi e treta, dhe këtu s'duhet harru asnjë, se kjo është konkluzioni. Gjithë këtë prezantim Allahu ka bërë që ne të dimë të ndërtojmë marrëdhënie me veten, me jetën dhe me botën. Që do të thotë, këtë tauhid, këtë besim në fjalën la ilaha illallah, ne ta reflektojmë marrëdhënien me veten, me jetën dhe me botën, me gjithçka. Por rrjedhoi, kuptojmë ne si umet se çfarë nderi të madh i bëjmë vetes tonë dhe njerëzis, duke punuar për të ngritur mbi faqe të dhëut fjalën la ilaha illallah. Sepse po që fjala la ilaha illallah në këtë lloj forme nuk ndodhej që ndodh nga Gaza sot. Apo nuk ndodhej shkatrimi i madh në faqe të dhëut. Kur filloi shkrimi në faqe të dhëut përhapet, kur fjala la ilaha illallah me fjalë filloi të kuret. Patjetër. Kur përhap fjala la ilaha illallah që në kohën e pejgamberit, krimi u ndal tok, skllavëria u ndal tok, poshtrimi u ndal tok, racizmi u ndal tok, shfrytëzimi negativ u ndal tok, dhunimi i frymërës u ndal tok. Pse? Sepse fjala la ilaha illallah e reflekton, me rrezaton mirësinë e vet, dritën e vet, paqen e vet, atë rahmetin e vet, në gjithçka. Pranoj me fjalë, ne besojmë në fjalën e Allahut. Nuk është thjesht një fjalë ose nuk është thjesht një bindje, por se është një mekanizëm që ndryshon jetën në praktike. Është jeta, është universi. Sepse edhe marrëdhënia me universin, ne ndërtojmë mbi fjalën la ilaha illallah. Pra pse themi në 17 herë ditë alhamdulillah rabbil alamin. Dhe ka shumë kuptim kjo, dhe po të meditojmë vetëm kjo fjalë. Unë mendoj se ka raste që ti rri dhe mediton kjo fjalë, nuk më thojë një orë, po edhe ditë. Fakti që 17 herë ditë alhamdulillah rabbil alamin, rabbul alamin, Zoti i gjithë botrave. Përfiton se çfarë harmonie, në çfarë multidimensionaliteti me fjalë mendimi, edhe kuptimi dhe meditimi të fton me fjalë vetëm kjo fjalë. Por i dhoj kur e kupton këtë vërtet kaq të madhe, ti e kupton se sa i dëmshëm është shirku dhe pse Allahu mëndueshëm e ndëshkon me ferobin e tij që vdesh me shirk, sepse ka mohu një të vërtet kaq të madhe, por që ka pasoja, kjo lloj humbje, shirku ka pasoja katastrofike në faqet e. Dhe ndërkohë, duke se kjo na mori pjesë më të madhe, por normalisht është tematika më e rëndësishme e Kuranit, pjesa e dytë ku shpesh përsëritet në Kuran janë profetët, shpalljet. Njerëzit të nderuar mbi faqen e dheut, po pas pak shenjë të ri. Çka shpesh këtu edhe ngatrohet dhe gabohet. Pra, në vend që prej tyre të merren kuptimet, shpesh kthehen në vende adhurimi ose prej tyre mendohet se kanë, po themi, atribute që i ka vetëm Zoti. Çfarë roli, çfarë rëndësie dhe çfarë urtësie ka në tek profetët? Një nga temat kryesore në Kur'an, natyrisht, do ju thatë shumë mirë, është tema e profetëve. Por kur flasim për profetët, do kemi parasysh jo thjesht si subjekte ose si persona. Po kemi parasysh profetët dhe atë çka u jep statusin e tyre profet, të vërtetat që kanë ardhur me ta. Gjithë profetët ka bashkuar një vërtetë e madhe, fjala la ilaha illallah. Ka ndryshuar pastaj në dy dimensione kryesore, dy aspekte. Gjithë profetët e tjerë kanë qenë të përkohshëm dhe për një popull të caktuar, profeti Muhamedi është i përjetshëm dhe për gjithë popujt, pra i përjetshëm derisa të jetë dynja, edhe për gjithë popujt, dhe është profet me mesazh dhe mision universal. Mesazhet janë për gjithë botën dhe për çdo kohë. Për çdo kohë, për gjitha vendet, për gjitha zhvillimet. Po. Mesazhi i profetit që është Kurani dhe i shpjeguar nga Suneti është mesazh universal dhe për gjitha zhvillimet. Dhe kjo s'duhet haru. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që duhet ta kuptojmë ne si muslimanë në aktualitetin tonë. Pse e theksoj këtë? Sepse kur shohim gjithë ngjarjet e mëdha, me kaq dinamik, na duken shumë raste le të themi si kuçedër, edhe pa kuptuar nëse se kemi parasysh këtë cilësi të këtij mesazhi, na duken të pazgjidhshme, të pamundshme dhe na duket vetë të vegjël, fatikisht kjo. Kur ne besojmë se ky mesazh me cilin kanë ardhur profetët është mesazh profeti Muhammed, mesazh universal, dhe për gjitha kohët dhe gjitha zhvillimet, ne themi tek Islami është zgjidhja, tek feja është zgjidhja, tek fjala la ilaha illallah është zgjidhja. Pranaj dhe historitë e profetëve, dalim këtë dy dimensioni i dytë ose elementi i dytë përbërës i profetëve. I pari është mesazhi, i dyti është historia që ka përmendur Allahu mëndueshëm në Kur'an. Kjo histori çfarë tregon? Tregon me fjalë se një mesazh madhor që gjithmonë njerëzia ka pas nevojë për profet. Një. E dyta gjë, gjithmonë kur njerëzia ka devijuar janë profetët ata që e kanë shpëtuar njerëzin nga humbja dhe shkatrimi. E treta, gjithmonë kur njerëzia është përballë me probleme shumë të mëdha janë profetët ata që i kanë zgjidh profetët. Dhe e fundit, këta profet kanë ardhur njëri pas tjetrit dhe i kanë dorëzuar stafetën, derisa gjithë profetët i dorëzuan stafetën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe Mi'raj, Isra dhe Mi'raj vetë këtë le të themi këtë simbolik ka që të dorëzuam stafetën. Fatikisht Kur'ani vetë përmban brenda me fjalë ka përfshi stafetat e gjithë profetëve, sepse siç e thot Allahu më shumë
në Kur'an. Thot Allahu manush ata janë në të vërtetën dhe me ata ti me fjalë, si më thanë, orientohu. Do të thonë ajo të vërtet ka ardhur prej Allahut manushëm, është trashëguar brez pas brezi tek profetët dhe tashmë të është dorëzuar ty o Muhammed me fjalë, prandaj me fjalë. Pra Kurani vetëm që nuk e mohon, po themi, profetët e mëhershëm, vetëm që nuk është një zhvillim rishtas, një po themi një fe e re, është vazhdimësi e këtij zinxhiri profetës, por se i respekton ata njëjtë siç është profeti Muhammed dhe po themi tregon se të gjithë kanë qenë të përbashkuar në madje Allahu mëndueshëm i lartëson profetët në Kur'an, duke filluar që ke Isa, ke Musa, ke Nuh, ke Ibrahimi, që janë ulul azmi në rusul, pra njerëzit e vendosmërisë, profetët e vendosmërisë bashkë me pejgamberin. Dhe gjithë profetët e tjerë i lartëson ato grada që asnjë libër fetar nuk i ka lartësuar dhe asnjë fe dhe besim bashkëkohor nuk mund t'i lartësoj. Theksojnë edhe tjetër që kanë qenë profet, njerëz, kul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, se kur politeistët e Mekës i kërkuan profetit mrekulli, pra u tekështë për shembull, na zbrit nga qielli lumen, flori, argjend, thas me para, me lajke që të vinë të shoqërojnë ty me thesaret e tu. Tha pejgamberi kul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. I lartë madhruar është Allahu mëndueshëm. Tha Allahu më thuaj, i lartë madhruar është Zoti im, unë nuk jam gjë tjetër përveç se çfarë? Njeri profet, shive, ka theksuar atë çfarë? Njeri, profet. Pra njeri si ne profet. Pse ka theksuar para këtë? Sepse profecia është prej Zotit, zbatimi është prej kujt? Prej njeriut. Por jedhoj për theksuar kë le të themi humanitetin e profetit alayhissalatu wasalam, është njeri si gjithë tjerë, por jedhoj kul law kuntu alamul ghaib lastakthartu min alkhair wa ma massani as-su. Qëse dikush pretendon se ti e din të fshehtën, thuaj, unë nëse do ta dija të fshehtën, nuk do të më kishte prek asnjë e keqe dhe do të kisha shtuar të mirat vetes time. Por fakti që unë smurem siç smureni ju, lëndohem siç lëndoveni ju, jetoj siç jetoni ju, kapuria dhe etja siç edhe ju, do të thotë që jam njeri. Por vahji ka zbrit revelata për Allahut mëndueshëm me përzgjedhjen e Allahut të mëndueshëm. Prandaj edhe profetët kanë ardhur për të theksuar se i vetmi që meriton të besohet dhe të adhurohet edhe t'i bindemi në mënyrë absolute është kush vetëm Allahu mëndueshëm Zoti i gjithësisë dhe profetit i bindemi për shkak të bindjes ndaj Zotit. Pra tek profeti Muhammed, pra muslimanët shkojnë shpesh në Medinë dhe duke qenë se vari i profetit Muhammed është afër xhamisë së madhe, pra në Medinë shpesh e vizitojnë. Po askush nuk i lutet, askush nuk kërkon fat për tij dhe askush nuk kërkon mbrojtje për tij. Pra e gjitha kjo i dedikohet vetëm Zotit. Vetëm Allahu mëndueshëm Zoti i gjithësisë, kurse vizita e pejgamberit është vizitë respekti. Dhe vizitë salavatin e pejgamberit alayhisalatu wasallam, siç vizitojmë varrezat e muslimanëve her pas here, vizitojmë vizitën e varrin e pejgamberit alayhisalatu wasallam, dhe kjo është prej sunetit pejgamberit alayhisalatu wasallam. Dhe një prej pikave më të rëndësishme të Kuranit, por se ndoshta edhe po themi pjesa më kulminore e Kuranit është edhe besimi në botën tjetër. Pra se të mirët dhe besimtarët e vërtet do kenë mëshirën dhe mirësinë dhe shpërblimin e Zotit, që është parajsa, ndërsa mohuesit dhe kriminalet do të përfundojnë në ndëshkimin e tij. Ka shumë njerëz se cilët pikërisht këtu kanë pikpyetje, pikërisht këtu nuk janë të bindur. Sa e rëndësishme është që të ndërveprojmë kur lexojmë Kuranin edhe me këtë dimension. E para gjë që duhet të kuptojmë është se çfarë janë çështjet e besimit. Struktura argumentuese ose menhexhi ose metoda argumentuese është menhexh racional i gjithë nga fillimi deri në fund. Pra gjithë argumentet që ka përmendur Allahu mëndueshëm Kur'an për madhështinë e tij, për ekzistencën e cilësitë e tij dhe për ekzistencën e botës tjetër janë të gjitha racionale dhe logjik. Dhe unë kam bërë një meditim Kur'an lidhur me këtë çështje, flasim për argumentat që vërtetojnë ekzistencën e botës tjetër. Kujdes. Nëse ju kujtohet, kemi bërë një mision bashkë para disa kohës dhe kam bërë një ndarje shumë të rëndësishme. Kemi me fjalë dy qasje në Kur'an. Qasja argumentuese e botës tjetër dhe qasja përshkruese, ose metoda argumentuese e botës tjetër, ose rreth botës tjetër, dhe metoda përshkruese e botës tjetër. Metoda përshkruese është ajo që ka përmendur Allahu mëndueshëm Kur'an dhe s'kemi rrugë tjetër për të identifikuar se si është bota tjetër vetëm se Kur'ani. Pra të thjeshtë besojmë dhe nuk mund të analizojmë besojmë edhe përshkrimin me detaje. Bukur? Kurse për sa i përket argumentimit që bota tjetër ekziston, ne deri atje shkojmë nëpërmjet ratios, që do të thotë metoda kuranore që ka përdor Kurani, është një metodë totalisht në çfarë që i përgjigjet nevojës së logjikës dhe të arsyes për botën tjetër. Ajo që ndihmon njeriu për të arritur tek bota tjetër janë dy gjëra. Nevoja e brendshme, fitrie, natyrshme, shpirtërore për përjetësi,
Pse për shembull njeriu bashkëkohor çudit bashkëkohor. Me fa njeriu kur vdes dikush, po si po nuk besoj botën tjetër shokohet. Edhe pastaj pranë kanë ardhur me fjalë në përjetim ekstrem të vdekjes ose të shkatrimit. Bukur? Kjo çfarë tregon me fjalë sepse me dashje apo pa dashje brenda vetes është përgatitur që ky do jetojë për një kohë shumë të gjatë, por mos e them për jetësi. Mënyra se si shejtani manipuloi ose spekuloi me fjalë e mashtroi Ademin, cila ishte. Allahu nuk ju ka ndaluar nga kjo pemë përveç se nuk do, sepse nuk do me që t'jeni të përjetshëm ose t'jeni me fjalë me lajke. Bukur? Pra përjetësia është dëshirë e brendshme e njeriu. Dhe kjo e nxit me fjalë që të kërkoj për botën tjetër. E dyta, kjo nevojë natyrshme e njeriu për botën tjetër orientohet nga Allahu mëndueshëm në Kur'an, duke ja ushqyer arsyeën me ato argumenta që arsyeja më njëherë i kap dhe i pranon. Për shembull, po të marrim vetëm surën e fundin e surës Yasin. Dhe unë ftoj me një fjalë që kur vim ke kjo sure, ta lexojmë me vëmendje, sepse fatikisht surja Yasin, duke qenë me një nga suret që flet edhe për profetet dhe janë transmetohet se brenda një dite janë vrarë 1000 profet, ndërta u vra edhe një punëtor i thjesht ose njëri që erdhi nga skajt e qytetit, bukur sepse e mohonin botën tjetër dhe kur thot Allahu më çfarë personi që u vra, qali ya lejte qomi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Dhe kur ndroi jetë personi që mbështeti profetin dhe u vra, tha sikur populli im ta dinë se si më ka falë, më ka mëshiruar Zoti i mua dhe se si më ka nderuar me xhenet. Direkt pas ajeti kuranor fillojnë me argumentat kozmologjik natyror që i përmend Allahu mëndueshëm, material, dielli dhe hëna, qetet dhe toka se si ngjallet deri më radh, dhe dalim deri në fund të kujt të surës Yasin ku kemi një paketë, një buxhet ajetesh të mrekullueshme për argumentat e botës, të cilat janë të gjitha logjik dhe racional dhe të prekshme. Pra është më arsyeshme të besohet se Zoti do t'i shpërblejë mirë dhe do t'i ndëshkojë të këqijt, sesa të besohet që jeta e kësaj bote fillon dhe mbaron e gjitha këtu. Absolutisht. Se në emër të arsyes e mohojnë ata që e dyta s'ka arsye fare. Sepse arsyeja nuk e pranon paqëllimshmërinë. Pavarësisht se postmodernizmi u përpoq me fjalë, postmodernizmi pikërisht kjo pikë dështoi. Dështoi tek pika e paqëllimshmërisë. Pra u mundu t'ja mush tatalli njerëzin dhe t'ja mush mendën nëpërmjet mitit Sizifit, se njeriu me fjalë jeton pa kuptim, edhe lumturia e tij është ta pranoj këtë pa kuptimsi, por fatikisht kjo e çon me fjalë njerëziu bashkohen në një katastrofë të madhe, veçanërisht psikologjike dhe nervore. Bukur, pra kjo e dyta është totalisht pa kuptim, pa sens. Pra të besosh se është një botë që do shkatrohet dhe pas vdekjes merr fund gjithçka, kjo është pa arsye. S'ka arsye këtu. Përfitiro për shembull dikush që ndërtoi një ndërtesë, pallat 10 kaç dhe pasi ndërtoi nominat, bam. Ose dikush që lodhet për të arritur një objektiv, para se të arrijë objektivin vdes. Ose dikush që ka investuar tek vetja, me vite dhe me dekada, dhe në fund me vdes. Është totalisht pa kuptimsi. Vdekja vetvete është pa kuptimësia më e madhe. Por për ata që besojnë botën tjetër është gjëja që i jep shumë kuptim me vdekjes, edhe vetjetës. Prandaj Allahu mëndueshëm ka kushtuar rëndësi shumë, ashtu siç ka kushtuar shumë rëndësi shpjegimit me detaje të botës tjetër, duke filluar që ke vdekja, ke jeta varrit, tek ringjallja, tek llogaria, tek hesapi, tek libra, tek kalimi mbi urën e Siratit, tek xheneti, tek xhehenemi, tek detajet e mrekullisë së xhenetit dhe detajet e ndëshkimit të xhehenemit, ashtu Allahu mëndueshëm paralelisht, dhe kujdes këtë term paralelisht, i ka kushtuar të njëjtën vëmendje për mendimin e pak më tepër madje, menhexhit dhe metodës argumentuese logjike dhe racionale me fjalë të ekzistencës botës tjetër. Dhe këtu kemi bëjmë një ekuilibër hyjnor të jashtëzakonshëm kuranor, sepse nëse ti flet njeriu vetëm për botën tjetër, xhenetin, xhehenemin deri më radh, dhe gjithë detajet, fatikisht mes këtij njeriu dhe këtij shpjegimi ka një hendek të madh, që kjo është ky hendeku argumentues, racional dhe logjik, as shkon dot atje. Prandaj ka shumë njerëz sot që e përgjigjëstrojnë xhenetin, xhehenemin. Pse? Sepse nuk kanë qartë argumentimin pse ekziston bota tjetër dhe a mund të ekzistojë bota tjetër. Nuk kanë kaluar nga rrugtimi i arsyes. Nuk kanë kaluar nga rrugtimi i arsyes. Prandaj kësaj metode duhet të kushtojmë vëmendje shumë ne si musliman, bashkëkohor, hoxhallar dhe intelektual. Pra me fjalë njeriu që s'beson botën tjetër, është detyra jonë t'ia shpjegojmë se si e shpjegon Kur'ani ekzistencën e botës tjetër, bazën argumentuese të ekzistencës së botës tjetër, që është një bazë logjike e plot racionale që e ushqen vëmendjen dhe arsyen dhe e çon me fjalë me paqe dhe me siguri drejt me fjalë besimit në botën tjetër. Por kjo në vetvete ka një ndikim të jashtëzakonshëm pastaj në mënyrën se si jeton njeriu jetën. Njeriu që s'beson botën tjetër, natyrisht kjo ka reflektim të drejtë për drejtë mënyrën se si sillet me veten, se si sillet me tjetrin, se si sillet me lëndën, me njeriu, me tjetrin. Njeriu që beson botën tjetër, që ka ndëshkim dhe shpërblim, kur nuk vret. Kush vret pa drejt? Ditën e Kiametit vritet 70 herë. Kush vret pa drejt?
Kush vjedh një pllam tokë, thot pejgamberi sa, një pllam tokë pa drejt, ditën e Kiametit 7 tokë do t'i varen në qafë. Tash përfituro, ti e beson këtë. Çfarë ndikimi do ketë në jetën e përditshme të thojë? S'është e imja. Gjaku është i shenjtë. Vrasja është shumë e rëndë. Plaçkitja, cënimi i nderit. Ditën e Kiametit, çfarë pa Ibrahim pejgamberi kur shkon në Mi'raj? Pa me fjalë njerëz që hanin softina. Hanin softina. Dhe njëkohësisht vareshin me çengela. Kush ishin këta? Zinaqarët, amoralët. Ti e beson këtë ndëshkim, a çka mendja me cënun derën e tjetër? Jo. Pret tjetër gjë. Apo me fjalë kur ti bën sakrifica, ftohesh për të bërë sakrifica për të vërtetën, për tjetrin, për të kontribuar dhe kujton shpërblimin e madh Allahut mëndueshëm. Një sadaka e thjesht përblehet me 700 dhe pafundësisht për Allahut mëndueshëm. Do marrësh motiv për të sakrifikuar? Padyshim që po. Do të ftohesh për të sakrifikuar jetën për hir të vërtetës, fesë, vatanit, popullit tënd. Bukur dhe vetëm këta njerëz mund të kenë lojalitet ndaj popullit të ndaj fesë vet. Dhe mund të bëjnë sakrifica më. Pse? Sepse ditën e Kiametit shpërblimi është pafund për shahidat, ata që kanë rënë në mbrojtje të fesë vetë, të vatanit vetë, gjakut vetë, nderit vetë. Pra, besimi botën tjetër ka rol të drejtë për drejtë në mënyrën se si jeton njeriu jetën këtë dynjë. Dhe kur një person beson Zotin që është krijuesi, që është absoluti, që ka në dorë gjithçka, të shkuar dhe të ardhmen, kur beson mbi rëndësinë e mësimeve të profetëve, kur beson gjithashtu rëndësinë e botës tjetër, natyrshëm fillon dhe ndjen madhërim për Zotin, ndjen dhe nevojë për të. Dhe pikërisht janë adhurimet që janë, po themi, si piketa të jetës së besimtarit, siç është Ramazani ku ne jemi, është namazi, është shkuar në Kabe, zakati dhe me radhë. Çfarë rëndësie, çfarë peshe kanë këto adhurime, sepse edhe këtu shpesh e gjejmë veten që përtojmë, neglizhojmë dhe ndoshta nuk jemi në nivelin e duhur. Adhurimi ndryshe është konkretizimi në shpirt, në trup dhe në jetë i kuptimit që ne e gjejmë tek Zoti nëpërmjet arsyes tonë ose nëpërmjet asaj dije që Zoti na ka zbritur në Kur'an dhe e ushqen arsyen tonë. Pra, me fjalë, të besosh është diçka tjetër dhe të jetosh sipas besimit është diçka tjetër. Pra, me fjalë, kur ne adhurojmë Zotin, ne i japim konkretisht kuptim vetes tonë dhe jetës tonë. Pra, ne jemi krijuar për të qenë robë të Zotit. Pse? Sepse Allahu më është i vetëm. Këtë e besojmë. Pyetja është si të jetojmë si robë të Zotit. Shtrati i të jetuar si robë i Zotit janë këto adhurime. Sepse jeta si robë i Zotit nuk është vetëm ka adhurimet, kujdes. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun mëndueshëm, atë ai i cili nuk ka shok dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i pari muslimanë. Shoj? Jeta ime dhe vdekja ime. Ibadetet janë çfarë? Janë themelet e kësaj jete si robë i Zotit. Janë themelet, janë shtyllat e jetës si robë i Zotit. Pse thot pejgamberi, buni el islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Islami do të thotë jeta. Islami do të thotë në shtrim ndaj Zotit, me dashuri dhe me paqe dhe me bindje. Ky është Islami. Pra, Allahu më ka zbrit Islamin si program dhe hartë të jetës time se si të jetoj si musliman. Themelet dhe shtyllat e kësaj kush janë? Adhurimet. Bukur, tauhidi, namazi, zakati, agjërimi dhe haxhi. Pra agjërimi vetë çfarë bën? Ne na përgatit 1/5 të aftësive tona dhe kapacitetet tonë për të jetuar si rob i Zotit edhe gjatë edhe pas Ramazanit. Gjithashtu edhe haxhi, edhe namazi, 5 herë ditë na kujton ne se jemi rob i Zotit. Njëkohësisht na furnizon edhe me vetdije, me kthjellësi, me dritë dhe me fuqi të brendshme për të jetuar mes këtyre kohëve si rob i Zotit. Pra ky është roli i adhurimeve. Pra me të jetosh si rob i Zotit nuk do të thjesht adhurosh Zotin, ke këto 5 adhurime. Këto janë shtyllat. Këto janë shtyllat ku ndërtohet jeta jon si rob i Zotit dhe adhurosh Zotin në çdo sekondë të jetës tonë. Edhe kur fitojmë lek, edhe kur punojmë, edhe si kur aktivizojmë si mjek, si inxhinier, si politikan, apo jurist apo në çdo fushë tjetër, më fal. Në gjitha këto ti kërkohet të jetosh si musliman, duke pas parasysh hatrin e Zotit. Mirë, kjo kërkon vetdije, dritë dhe fuqi. Kush ta jep këtë shtylla? Te Islami to ibadetet ndaja. Ndërkohë, duke qenë se jemi tek adhurimi, ju thatë se nuk mjaftojnë vetëm këto të pesa, edhe pse këto janë shtylla, pra pa këto duke se jemi pa themele, po ndërkohë Kurani gjithashtu flet shpesh për po themi për etik, për sjellje, për bamirësi, për solidaritet, për ndershmëri, për luftim të së keqes, çka shpesh duken sikur janë thjesht po themi element që zbukurojnë jetën e njeriu, por shpesh janë aksesor, pra janë anësor në raport me Zotin, raport me parajsen. Sa të rëndësishme janë gjitha këto? E para theksojmë edhe një herë, këto ibadete janë mjaftueshme sa që ka zbrit Zoti. Por qëllimi i ibadeteve nuk është ibadeti në vetvete. Qëllimi i ibadeteve është që ne të jetojmë si musliman pas ibadeteve. Që do të thotë dyqani, xhamia. U bë ezani, mbyll dyqani, shkën në xhami.
Bukur, falë namaz. Kur vin xhami, kur vin dyqan, un kam falë namaz që të sillem si musliman edhe gjatë kohës jam në dyqan. Nuk e di çfarë apo. Pra që të shes me ndershmëri. Po të shes me ndershmëri, të fitoj me halal, ti buzësh atë tjetrit dhe ai tjetri me fjalë ta marrë me halalat të vetë. Po ky është qëllimi i namazit. Edhe ditën e xumat, çfarë thotë Allahu manush, kur bëhet ezani ditën e xumat. Bukur, lereni shitblerjen, pra duhet jeni shitblerje. E ka përmendur shitblerjen si elementi kryesor i aktivizimit të njeriu. Bukur. Atëherë pastaj shkoni ke dhikri i Zotit. Sa po të mbaroj namazin, shkoni prapë kërkoni rrezikun e Allahut, më do kujtoni Zotin. Pra me fjalë un fal namaz, agjëroj, bëj haxh që të përgatitem me dritë dhe udhëzim, po edhe me devotshmëri dhe me kapacitet dhe aftësi devocioni, por qenë rob i Zotit dhe adhuruesi i Tij pjesën tjetër të jetës përveç namazeve apo përveç mujt të agjërimit apo përveç kohës së sahatit. Që do të thotë gjithë kjo aktivizim me ibadetin, qëllimi kush është? Që të përkthehet që besimi, imani jo në Zotin ditën e Kiametit dhe në modele të përkthehet çfarë? Në sjelljen tonë dhe në moralin tonë të përditshëm. Pra i thot pejgamberi sa se, një hadith e shpjegon gjithçka. Dinu ta'amul, feja është sjellje. Do të thot, feja është marrëdhënie, feja është komunikim, feja është qëndrim, feja është pozicionim, feja është ekuilibër mes drejtave dhe detyrimeve, feja është solidaritet, feja është buzëqeshje, feja është gjinshmëri, feja është le të themi respektimi i drejtave dhe detyrimeve të tjetrit, feja është jetë bashkëtorë, jetë familjar, jetë prindor, jetë komshi me komshin, me vllahun, me mot. Pra feja është tahammul. Pra ato janë peshoret konkrete reale. Sepse dikush mund të falet gjatë, mund ta agjëroj gjatë, po matja reale janë pikërisht këto. Frytet e pemës së besimit edhe të kujt, edhe të adhurimit. Nëse rënjët e islamit toni është besimi, trungu është këto shtyllat e islamit, degët, trungu dhe degët janë këto shtyllat e islamit, frytet kush janë? Janë sjellja e përditshme. Por që ndodhi kaderi, si pozicionohem me Zotin. Ndërtova një marrëdhënie me tjetrin me fjalë, marrëdhënie tregtia apo marrëdhënie bashkëpunimi. A është Zoti në mes apo jo? Pra ne falem unë që ti je musliman edhe marrëdhënie me ty. Pra edhe nëse frutat janë të kalbura do të thotë që rrënjët do të thotë që ibadetet trungu është i prishur dhe rrënjët janë të prishura. Atje duhet kërkohet direkt me fjalë. Do të thotë me përjedhoj, duke qenë rrënjët të prishura, edhe këto ibadetet si që është trungu janë bërë formale. Bukur, pra i thot pejgamberi sa ka për njerëzve që nuk përfitojnë nga agjërimi përveç urinë dhe etin. Dhe ka për njerëzve që falin namaz, edhe namazi u përshtillet si rrezik do hitet fytyrës apo u përplaset mur me fjalë, nuk u ngrihet as mbi kokë. Që do të thotë me fjalë, namazi falet për të jetuar me Zotin, që ti jesh prezant me Allahun e Madhëshëm, të jetosh me Zotin që kjo vlerë dhe energji të përkthehet hatër Zotin në jetën e përditshme. Pra ne besojmë dhe adhurojmë Zotin që të kemi hatër Allahun e Madhëshëm, frikë Allahun e Madhëshëm, ndroja Allahun e Madhëshëm, dashuri për atë Allahun e Madhëshëm, për Allahun e Madhëshëm në çdo sekond të ekzistencës së aktivizimit ton dhe në çdo dimension të marrëdhënieve tona, të mëdha apo të vogla. Profesor, falenderoj shumë për këtë qartësi, për këtë arkitekturë të besimit, e cila ju e shpjeguat shumë bukur përmes rrënjëve të saj, që është besimi, që është tauhidi, që është besimi në botën tjetër, tek e mira, tek e keqja, tek trungu që ishin adhurimet, edhe tek frutat që duhet t'i shfaqim në përditshmërinë tonë. Zoti ju shpërblet. Allahu shpërblet, ju falenderoj. Dorëmiq, këtu e mbyllim në takimin e sotëm, ishim me profesor Sabodin Asharin, ku folëm pikërisht mbi këto boshte kuranore, të cilat duhet po themi të përfshihemi thellë në to, por se frutat e saj janë ato të cilët do të na tregojnë se sa të forta i kemi rrënjët dhe sa të shëndetshme i kemi, po themi, trungun e kësaj peme. Shpresoj që ky takim të ketë kontribuar sadopak në këtë kthjellësi, në këtë qartësi, në këtë rrugëtim të gjithë secilit të çdo besimtari drejt të vërtetës, drejt Zotit të tij. Unë falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish nesër së bashku, deri atëherë, mirë.